Unë dua të cek pak edhe momentet politike që ke kaluar. Pra ti kritikon PD-n, kritikon PS-n, anatemon partitë e vogla, nuk bashkosh me partitë e mëdha. A ka ardhur koha të bësh një parti tënde në Hamdiskeja? Boll parti. Jo, të lutem shumë, boll parti kemi ne. Ne kemi më shumë parti se sa popull. Ku do aderosh atëherë? Do vazhdoj të bëj, siç e kam thënë, do vazhdoj të bëj politik bërjen, por kur politikan. Po një grupim shoqëror që të jetë i pastër, i sinqert dhe të flas vetëm për vlerat. Kur do ndërtosh? Kam frikë. Vazhdon ke frikë? Kam frikë sepse përveç këtij partive që kanë dalë, parti që ka fillu temun, do të dalin ja 2-3 tjera. Nuk kupton, po fillojnë të formohen, domethënë kanceri i këtyre të vjetrave, po ka filluar të shpërndahet. Po politika shqiptare e përdor figurën e gruas më shumë se sa si dekor se sa të qëndësishme? Jo, politika shqiptare figurën e gruas e përdor vetëm për të ofenduar. Ashtu mendon, a? Po, jo kështu është. Po, ka për hir të vërtetës ka shumë gra në qeveri dhe në administratën publike. Po. Kjo mendoj se deri diku e frymëzon një grua që që ndërron për të qenë politikane. Ti çfarë këshille do jepje çdo gruaje që merret me politikë? Që mos bëhen pjesë. Bukur kjo. Po, që të ruajnë identitetin e tyre. Nuk është e thjeshtë. Po të merresh me politikë është shumë e vështirë. Megjithatë poezia e zbut edhe gruan. Dhe Eda do na lexojë një poezi të Hamdiskejës. Unë jam shumë e lumtur që do lexoj një poezi tënde që vërtet më ka pëlqyer shumë. Është 2026, do të thonë që jam kthyer pas shumë kohësh. Dhe shumë e ndjer. Faleminderit. Do të dua grua. Deri në frymën e fundit do të dua. E gjatë jetës që do kem, do të ledhatoj me vargje që si qiparisi ngrihen lart si kështjella të braktisura që lëngojnë, do të dua nën tingujt e heshtjes. Do të dua. Dua si e vetmja grua. I shoh sytë tu blu në piklat e shiut që bie. Krijim Vivaldi me nota dashurie. Do të dua në çdo natë kur shpirtin tim ma merr, mi merr dhe ëndrat dhe mendimet vijnë tek ti dashuri. Do të dua në çdo mëngjes që vjen me ty krejt botë e yllsi. E kur trupi im ti shkoj botës tjetër, do të rrofem atje për ty, o grua e dashurisë, mjalt e vjetër. Hamdiskeja në 19/1/2026. Poezia e sapo dal nga labirintet e trurit të Hamdiut. Faleminderit. Çfarë tregon kjo poezi e rikthyer në kohë, Hamdi? Me kishte marr malli për poezinë, a? Për poezinë. Po nga që nuk kam qenë i qetë, ja di shumë mirë. Kisha tentuar disa herë, por unë bëja një hap mbrapa për të mos shkruar për trishtimin, do vazhdoj të shkruaj për grua.